Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu. Salat dhe selamat qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e të rasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Gjematit nderuar, vëllezër musliman, motra muslimane, sonte do të flasim për historinë e Shuaibit a.s. dhe mësimet të cilat i nxjerrim apo dalin nga kjo histori. Fillimisht dua që t'ju njoftoj se ku ka qenë i dërguar Shuaib a.s. Pra Allahu Gjalla Gjalaluhu e dërgoi Shuaibin a.s. si pejgamber të banorët e Medjenit. Ata përveç idhujtarisë që e praktikonin, ishin prej atyre që mashtronin në peshore, pra në motje. U merrnin njerëzve të drejtat që u takonin dhe i mashtronin ata. Shuaib a.s. i ftoi në adhurimin e Allahut të vetëm e të pashoq. I ndaloi nga idhujtaria, i urdhëroi për drejtësi në shitblerje dhe u atërhoqi vërejtën nga mashtrimi në tregti duke u kujtuar të mirat që Allahu xhalla shanuhu ua kishte dhënë dhe ua kujton të rizkun e lloj-llojshëm dhe se nuk kishin nevojë që t'u bënin njerëzve pa drejtësi. T'u bënin njerëzve pa drejtësi në pasurinë e tyre. Nga historitë e mëhershme të pejgamberëve që i kemi nxjerrur nga Kurani dhe nga librat që tregojnë për historitë e pejgamberëve, për herë të parë te Shuaibi, apo për herë të parë thonë ma mirë te banorët e Medjenit, ku ishte i dërguar Shuaibi a.s. si pejgamber nga unë Allahu xhalla shanuhu, e vërejmë një element tjetër apo një veti tjetër që është shfaqur në historinë e njerëzimit e që është mashtrimi në shitblerje. Shuaib a.s. i friksoi duke u përkujtuar dënimin e kësaj bote para dënimit të botës tjetër, se çfarë mund të përjetojnë në qoftë se vazhdojnë në një avaz të tillë. Ata i u përgjigjen me cinizëm dhe ja kthyen gjithë talje duke i thënë: pra, o Shuaib, a mos vallë namazi yt urdhëron që ne t'i lëm ato që i kanë adhuruar të parët tanë, ose që të mos bëjmë me pasurinë tonë çfarë të duam. Qenë ke një mend i butë dhe i drejtë ti. Pra, këtu shfaqet ai cinizmi dhe bërja hajgare me fjalët e Shuaibit a.s. i cili i urdhëronte që të largohen fillimisht nga idhuj adhurimet dhe pastaj të largohen nga padrejtësitë të cilat ua bënin të tjerëve, e sidomos në shitblerje. Pra, domethënë, me një farë forme ata thonin: ne do t'i qëndrojmë adhurimit që mbajtën baballarët tanë, pra nuk do të largohemi prej një adhurimi të tillë. Jemi të vendosur të bëjmë me pasurinë tonë çfarë të duam ne dhe të ndjekim çdo formë fitimi dhe nuk do të mbetemi nën urdhrat e Allahut dhe të pejgamberit të tij. Shuaibi vazhdimisht u atërrishte vërejtën dhe u thoshte: o popull im, mendoni pak, nëse unë kam provë të qartë nga Zoti im, i cili më ka furnizuar me begati të mira nga ona e vetë. Domethënë, Allahu më ka dhënë nga mirësitë e tij, pra unë nuk dëshiroj të bëj atë që ju ndaloj juve.
Pra me një farë forme, unë ndalova nga shitblerjet e këqia dhe padrejtësia, ndërkohë që unë jam i pari që nuk i veproj ato. Pra fjalët e Shuaibit, edhe pse Allahu xhaleshanu më ka dhënë nga mirësitë e tij, e megjithatë edhe unë kam nevojë për shkëmbim, domethënë për shitblerje, por e kam kufizuar veten vetëm në atë që ma ka leju Allahu xhaleshanu. Dhe kjo që po bëj dhe mesazhi im synojnë përmirësimin e gjendjes suaj, e gjendjes tuaj fetare dhe jetësore, aq sa ka mundësi. Vazhdon Shuaibi duke i këshilluar, ndërsa suksesi im varet vetëm nga Allahu, tek ai mbështetem dhe atij i drejtohem. Më pas, Shuaibi u kujtoi se çfarë u kishte ndodhur popujve të mëhershëm, të cilët kishin jetuar aty përreth, duke u thënë: o populli im, kundërshtimi ndaj meje le të mos ju çoj kurse si që t'ju ndodh ajo që i ndodhi popullit të Nuhit, ose popullit të Hudit, ose popullit të Salihut. Mos harroni se edhe populli i Lutit nuk është larg prej jush, për arsye se në interval kohor ishte më afër populli i Shuaibit me popullin e Lutit. U kërkoi që të pendoheni dhe i inkurajoj, duke u thënë: kërkoni faljen nga Zoti juaj, e kthehuni me pendim tek ai, me të vërtetë Zoti im është mëshirëplot dhe gjithë dashuri. Ndërsa ata e kundërshtuan duke i thonë: o Shuaib, ne nuk kuptojmë shumë nga ato që na thua ti. Pra domethënë një injorim total me këtë rast i bëjnë Shuaibit. Këtë e thamë për shkak të inotit dhe urrejtjes të skajshme që kishin ndaj të vërtetës. Në anën tjetër, në nënçmimin tjetër që i ja bënin Shuaibit a.s., siç tregon edhe Allahu xhaleshanu në kapitullin e Hud, ajetin 92, i thonë: dhe të konsiderojmë të dobët midis nesh, sikur të mos ishte farefisi yt, do të kishim mbytur me gur, ti nuk je i respektuar te ne. Pastaj Shuaibi a.s. u kthen përgjigjen dhe ju thot: o populli im, a mos vallë farefisi im për ju është më i vlefshëm dhe më i respektuar se Allahu, të cilin po e anashkaloni. Me të vërtetë, Zoti im ka nën kontroll gjithçka që bën ju. Shuaibi, kur e pa refuzimin e tyre kategorikisht, ju tha: o populli im, bëni sa të mundni, por edhe unë do të bëj. Ju shpejt do ta mësoni se kë do ta gjej dënimi që do ta poshtëroj, dhe kush është gënjeshtar. Prit në fundin, se edhe unë do ta pres me ju. Kur erdhi urdhri ynë, ne e shpëtuam me mëshirën tonë Shuaibin dhe ata që i besuan atij, kurse mohuesit i kaploi një zë i tmerrshëm dhe në shtëpitë e tyre u gdhin të vdekur e të palëvizshëm. Pra, ky ishte fundi i popullit të Medjenit, pra ku ishte i dërguar Shuaibi a.s. Pra Allahu xhaleshanu, siç për burimeve tjera, pra kur e komentojmë këto ajete kuranore, Allahu u dërgoi një erë të nxehtë që u amori frymën derisa desh i mbytin nga forca e saj. Gjatë kësaj kohe u dërgoi një re të ftohtë dhe ata menduan se nëse futen nër atë re, pra do të gjenë freski edhe do të gjenë hije. Mirë, po kur u të buan që të gjithë, ajo u kthye në flakë dhe i dogji duke i kthyer në trupa të djegur të dënuar,
të nënçmuar, të mallkuar në të gjitha kohërat. Pra, në vazhdim kemi nxjerrë disa prej mësimeve që dalin nga historia e Shuaibit alayhis salam. Në mashtrimin e motje dhe në peshore, në veçanti dhe mashtrimi i njerëzve në çështjet e tyre në përgjithësi, konsiderohet prej krimeve më të rënda që nxisin ndëshkimin e kësaj bote dhe të botës tjetër. Mëkatin që e bën dikush pa e pasur të nevojshme konsiderohet më i madh. Për këtë arsye, imoraliteti i të moshuarit është më i rëndë se sa i të rijut. Mendjemallësia e nevojtarit është më e shëmtuar se mendjemallësia e të pasurit, dhe vjedhja e atij që s'ka nevojë është më e rëndë se atina që ka nevojë. Për këtë arsye, Shuaibi i tha popullit të vet: unë po shoh se ju gjendeni në begati. Do me thonë, jetoni në mirësi të shumta, prandaj çfarë u bën kaq të friksuar se të keni nevojë nga ajo që gjendet në duart e njerëzve, dhe të përdorni mënyrat e ndaluara për të përfituar sa më shumë pasuri. Pra, duke bërë mashtrime në shitblerje dhe në motje. Fjala e Shuaibit kur thot: ajo që ju është lënë nga Allahu është më e mirë për ju, është nxitje për ta që të gëzohen me atë që u ka dhënë Allahu xhaleshanu nga furnizimet e tina, dhe duhet të jenë të mjaftueshme vetëm me halale, jo të vrapojnë pas pasurisë nëpërmjet rrugëve të haramit. Mësojmë se namazi është nxitësi kryesor për kryen e veprave të mira dhe braktisjen e veprave të këqija, si dhe për këshillimin ndaj njerëzve. Këtë e dinin shumë mirë mohuesit dhe mu për këtë arsye i thanë Shuaibit: o Shuaib, a mos vallë namazi yt urdhëron që ne t'i lëm ato që i kanë adhuruar të parët tanë, ose që të mos bëjmë me pasurinë tonë çfarë të duam. Qenë ke një mend i butë dhe i drejti. Pra, e dinin që namazi është vepra apo obligimi që njerëzit i largon nga punët e liga dhe punët e këqija. Dhe ata nuk ishin të interesuar që të largohen nga punët e këqija. Friksoheshin se nëse i kthehen apo i futen në namazit, kanë me u largu nga punët e këqija. Do të thonë, aq larg ishte shku logjika e tyre për të keqpërdor, për të abuzuar me pasurinë dhe me të tjerët. Njeriu në çdo lëvizje të trupit, në sjelljet dhe tregtinë e tij, duhet të nënshtrohet dispozitave të Allahut xhaleshanuhu. Ato gjëra që janë lejuar i praktikon, dhe ato të cilat Allahu i ka ndaluar, ato nuk i praktikon apo i lë. Ai që mendon se është i lirë të bëjë çfarë të dojë me pasurinë e tij, qoftë ajo tregti e lejuar apo jo e lejuar, ai është një lloj sikur ai që mendon se mundet me bë me trupin e tij çfarë të dojë. Mirë, po përderisa nuk mund të bëj me trupin e tij çfarë të dojë, sepse ndin dhimbje nëse e përdor për diçka keq, atëherë edhe me pasurinë duhet mos sjell në të njëjtën formë, sepse shëndeti, trupi janë pasuri që na e ka dhuruar Allahu xhaleshanuhu, por edhe pasuria është furnizim apo pasuri begati që na e ka dhuruar Allahu xhaleshanuhu. Dhe sikur që nuk guxohemi apo nuk e keqpërdormi trupin tonë, gjithashtu nuk duhet me e keqpërdor edhe pasurinë apo metodat se si me ardhur deri te përfitimi i pasurisë. Të gjithë pejgamberët u dërguan si përmirësues të sjelljes të mirësisë. Nga ana tjetër, Allahu i ndaloi nga e keqja dhe çrregullimi. Çdo mirësi dhe përmirësim, qoftë nga ana fetare apo jetësore, konsiderohet femë të cilën
janë dërguar të dërguarit e Allahut, pra pejgamberët. Ai që i fton njerëzit tek Allahu duhet ta zbukurojë veten me durim, me butësi, me moral të mirë. Nuk duhet që të keqen ta kthen me të keq. Të mirën duhet ta kthen me të mirë, po të keqen duhet munduhet që ta kthen me të mirë, ose mos ta kthen fare, nëse nuk ka mundësi me kthy me të mirë. Pra, duhet të pajiset me virtyte të shumta morale. Shikoni për shembull Shuaib alayhis salam dhe sjelljen e mirë me popullin e tij, ftesën që u bëri në çdo lloj forme vetëm për me u ndalu nga punët e këqija, pra e kishte bërë me durim dhe e kishte bërë me butësi, jo me arrogancë, jo me shantazha, apo jo në të njëjtën formë qysh ata e nënçmonin apo e përshmonin apo i ja kthenin përgjigjet me dozën e lartë të cinizmit. Pra, ne mendojmë që këto histori dhe shembuj që na i ka tregu Allahu xhalla shanuhu të këtyre pejgamberëve, çdo cilësi e kanë pasur të mirë, t'i vendosmi në shërbimin tonë, në praktikën tonë, ndërsa ato pika për të cilat janë ndëshku popujt e mëhershëm, të ruhemi nga to, që të jemi në mëshirën e Allahut xhalla shanuhu dhe të jetë Allahu xhalla shanuhu i kënaqur me ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.